do të jemi tek Luka, kapitulli 7, vargje 36 deri në 50. Një nga farisejt e ftoi atë të hajë bashkë me ta, dhe ai hyri në shtëpinë e fariseut dhe u ul në tryezë. Dhe ja një grua nga ai qytet që ishte një mëkatare, kur mori vesh se ai ishte në tryezën e shtëpisë së fariseut, solli një en alabastri plot me vaj erkëndshëm, dhe duke qëndruar prapa te këmbët e tij, duke qarë, filloi t'ia lag me lot këmbët dhe t'ia fshi me flokët e kresë së saj, dhe t'ia puste këmbët, dhe t'ia vajoste me vaj erkëndshëm. Kur e pa këtë, fariseu që kishte ftuar ta me vete, nëse ky do të ishte një profet, do ta dinte kush dhe çfarë lloj njeriu është gruaja që po e prek, sepse ajo është një mëkatare. Dhe Jezusi duke u përgjigjur i tha: Simon, kam diçka për të thënë. Dhe i tha: Fol mësues. Dhe Jezusi i tha: Një huadhanës kishte dy huamarrës. Njëri kishte borx 500 denar dhe tjetri 50. Me që ata nuk kishin të paguanin, ai u fali të dyve. Thuaj pra, cili nga ata do të dojë më shumë? Dhe Simoni duke përgjigjur: A do mandja ai të cilit i fale më shumë? Dhe Jezusi tha: Gjykove drejt. Pastaj, si u kthye nga gruaja, i tha Simonit: A e shaj këtë grua? Unë hyra në shtëpinë tënde dhe ti nuk më dhe ujë për të larë këmbët. Ajo, përkundërzi, i lagu këmbët me lot dhe mi fshiu me flokë e kresë. Ti nuk më dhe as puthje, por ajo qysh se hyra, nuk mbaroi së puthur i këmbët e mia. Ti nuk mi vajose kryet me vaj, kurse ajo mi vajosi këmbët me vaj e erkëndshëm. Prandaj, unë po të them se mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë, por kujt i falen pak do pak. Pastaj i tha asaj: Mëkatet e tua të janë falur. Atëherë ata që ishin në tryezë bashkë me të, filluan të thoshin me vete: Po kush që ka ky që po fal ka edhe mëkatet? Por Jezus i tha gruas: Besimi yt të shpëtoi. Shko në paqe. Ne vim pikërisht te ky moment kur Jezusi i tregon ti vëdris që kishte ftuar në shtëpi këtë shëmbëltyr ose të, le të themi, këtë krahasim të vogël. Ne me të vërtet ndodhemi në situata të ndryshme, por gjithashtu ne duhet të vlerësojmë dhe të mendojmë sa vlejmë edhe çfarë kemi. Situata është kjo pra. Jezusi ftohet te fariseu, por vihet e re diçka që nuk thuhet në fillim. Hyn Jezusi siç duket hyn në shtëpinë e këtij fariseu, ulet në tryezë dhe asgjë nuk ndodh. Ndërkohë kjo grua që e mori vesh se ku ishte Jezusi, shkoi dhe i bëri pikërisht ato gjëra, ato lloj mikpritje që duhet ja bënte i Zoti i shtëpisë. Sepse neve do të lexojmë pjesën e fundit. Në fillim çfarë nuk bëri i Zoti i shtëpisë? Vargu 44. Dhe i thot Simonit: Unë hyra në shtëpinë tënde, nuk më dhe ujë për të larë këmbët. Ajo përkundërzi mi lagu këmbët me lot. Ti nuk më dhe as puthje, por ajo qysh hyra, vazhdon të mi puthi këmbët. Ti nuk më vajose kryet me vaj, kurse ajo po më vajos këmbët. Çfarë ndodh? Çfarë mësojmë neve vetëm me kaq tekst sa na jepet ose kaq informacion sa na jepet këtu në Bibël? Pikërisht që zakoni e kishte, në fakt atë njerëzit e atëhershëm, siç e dimë dhe neve, rrugët ishin pa shtruar, plug. Edhe diçka tjetër që ata përdornin sandalet, edhe sigurisht që këmbët bëheshin pis. Edhe në momentin që ti hyje në shtëpi, qoftë shtëpia jote ose nëse ti do të shkoje një mik, ata ishte zakoni pra që këmbët do laheshin. Nuk e di, a ishte zakon që dikush tjetër do ja lante këmbët, nuk e di këtë. Varet dhe nga zonat, disa ja lanin edhe këmbët, jo vetëm që i dhe ujë. Por Jezusi thotë: Unë hyra në shtëpinë tënde dhe ti nuk më dhe ujë për të larë këmbët. Kjo mund të mendosh që ata i lanin njeriu që shkonte mik i lante këmbët vet. Gjithashtu diçka tjetër, pra që ku është zakoni, edhe si, domethënë ajo tradita, ajo mikpritje që neve presim diku në shtëpitë tona ku shkojmë. Ju kujtohet që gjithmonë unë bëja gjithmonë atë shakan që kur na vijnë miqtë, ku dalin ato mbulesat e reja, të pastra, ato pjatat e bukura, edhe çuditërisht edhe pse jemi zopës në shtëpi e një shtëpi, nuk i dim sa dalin. Por ajo çfarë është më interesante te kjo pjesë, pra kjo ishte pjesë e mikpritjes. Kemi në disa raste pra që në Bibël për larjen e këmbëve, Mojsiu heq sandallet dhe tek Eksodi kapitulli 3 vargje 56 kur Mojsiu i kërkohet pra që të thotë hiq sandalet sepse je në një vend të shenjtë. Kujtohet momenti që Perëndia atij shfaqet. Abrahami tek Zanafilla kapitulli 18 vargjet 2 dhe 5 lau këmbët.
Loti i lau këmbët, nëse mbani mend kur ata edhe Abrahami kur erdhën angjëjt e Perëndis, ata një nga zakoni mikpritja ishte që ata do të sillnin ujë për të larë këmbët dhe pastaj do ta ftonin në çadrën e tyre. Edhe Loti edhe Abrahami e bëri këtë gjë. Ë Rebeka gjithashtu i lau këmbët, tek Zanafilla 24:15. Kemi Maria motra e Lazarit i lan këmbët Jezusit tek Gjoni kapitulli 12 vargjet 1 deri në 8. Pra kemi shumë raste pra që ishte një lloj, si themi, një lloj tradite, një lloj mënyre mikpritje. Por pastaj edhe kemi edhe shembullin përfundimtar në momentin që Jezusi bëjmë atë pyetjen që si do të ishte dita e fundit e juaj, çfarë do të bëni? Shpesh nuk e di çfarë mund të mendosh, por mund të mendosh që do haj këto gjëra, do shpej këto, do bëj atë. Ndërkohë që Jezusi ditën e fundit, përpara se ai të kryqëzohej, mori peshirin, mori legenin me ujë edhe i lau këmbët dishepujve. Zoti, Perëndia ynë, erdhi pikërisht dhe bëri pikërisht këtë gjë në momentin, në ditën, le të themi, në fund e fundit në tokë. Ndërsa ne vijmë edhe shikojmë, kemi dy njerëz pra. Kemi Simonin, fariseun që e fton atë në shtëpi, Jezusi por nuk ja lau këmbët me Lot, ose nuk i dha ujë një herë, siç e kërkonte tradita, siç ishte zakoni. Ndërkohë që gruaja që shkon, hyn në shtëpinë, ishte, le të themi, ishte mik, dhe ajo vet. Nëse do vini në shtëpinë time, normalisht që mund të ishte një, le të themi, mik kryesor sepse e kanë ftuar, por ka edhe të tjerë. Për shembull, nuk e di, më përpara, tani nuk para bëhet më në fakt. Kur vinte një krushk andaj nga zona jonë, nga fshati, për shembull, këta që jon tek xhaxha i Gocën, do vinte krushku, do thirreshin gjithë xhallarët, hajt se erdhi krushku. Pra, krushku ishte ai miku kryesor, si mund ta thuash, ai miku nderit. Edhe këta të tjerët ishin thjesht për ta respektuar, apo jo. Pra edhe gruaja hyri në këtë rast në shtëpi, por ishte edhe ajo, le të themi, për ta respektuar, por jo në kaq detaje. Pra gruaja hyn në shtëpinë e Simonit, i lan këmbët Jezusit me Lot, ja puthi, ja vajosi këmbët. Pra siç ishte edhe zakoni, neve shikojmë që zakoni pasaj qeni vetëm që laje këmbët të pastroheshe, edhe e vajoste, siç duket se po flasim për vajra erë mirë, edhe i largonte atë erën e keqe që kisha gjatë rrugës, gjatë udhëtimit. Pra, sa më shumë ne vijmë dhe njohim Perëndin dhe dashurinë e tij, dhe sa më shumë ne kuptojmë që jemi mëkatar pa shpresë, ne vijmë dhe e vlerësojmë Perëndin akoma më shumë dhe e duam atë akoma më shumë, apo jo? Sepse Perëndia e di që ne jemi mëkatar të pa shpresë. Vem re pikërisht me këtë një pikë dyshimi që ndodh në momentin kur gruaja hyn. Mua më bëri përshtypje edhe kur e lexova tani në këtë moment e bashkë me ju, më bëri përshtypje indiferenca e këtij fariseut, kur hyri gruaja, filloi që t'ja lante këmbët Jezusit edhe me vaj, as që e vuri ujë në zjarr, thoshte, po dale, më takon mua. Por mendja ku ishte? Te paraja. Mendja e dyta, sepse ishin gjëra të shtrenjta dhe në këtu thuhet, e dyta ishte se kur t'ishte ky profet, edhe ta dinte se me çfarë njeriu kishte të bënte, do t'i vinte ndot, do t'i vinte vështirë që ta lejonte ta preke, madje edhe këmbët. Kaq edhe vargu 39 ta dinte se çfarë ishte, se kush po e prek, sepse ajo është i mëkatare. Mund të ketë qenë edhe njeri i përdan, teksti nuk na thot. Mund të ketë qenë dikush që njerëzit e bënin me gisht. Por vemre Jezusin që nuk bën këtë lloj dallimi për të dhënë falje njerëzve. Pikërisht kjo është diçka që neve duhet ta mendojmë edhe ta vlerësojmë, që në momentin që ne na paraqitet një situatë për falje, le të themi, kush e meriton falje? Jezusi po ta vesh re në shembuj të ndryshëm në Bibël, ne shikojmë që jo vetëm që Jezusi i jep mundësi njerëzve besimtarë që kanë besim, që duan të ndryshojnë, por i jep mundësi edhe njerëzve që e dinë shumë mirë, shumë mirë, që ata nuk e kanë besimin, nuk duan me ditë. Për shembull dhe fariseu, e ftoi në shtëpinë e vet, por e ftoi për të dukur. Edhe pikërisht bën në atë momenti që e ftoi, në momentin që hyri në shtëpinë e tij, nuk ja bëri mikpritjen siç duhet, por në momentin që dikush tjetër erdhi nga jashtë dhe e lau, e pastroi, e parfumosi, tha, atë mendimin paragjykues, po ta dim se kush është ky si person, kjo si grua, nuk do ta lejonte ta prekte. Ju ka ndodhur ndonjëherë që keni ndot për njerëzit? Të ndodh. Por
Perëndia ynë, unë desha të vë këtë në dukje, desha ta theksoj. Perëndia ynë, Zoti ynë, nuk bën të tillë dallimesh. Atë që neve mendojmë që mund na vi vështirë, na vi kështu si ndot, neve vëmë re që Perëndia na dro deri në fund. Deri në pikën e fundit, deri, le të themi neve, deri në pikën e gjakut të fundit që ai deri në kryq ku më ka beton. Një pyetje që lidhet me ditën e Pashkës që e festojnë. A festojnë ditën që ka ndodhur apo festojnë ringjalljen? Ne festojmë ringjalljen, arsyeja është sepse ashtu si një ditëlindje që festohet çdo vit, ne festojmë ditën që ka lindur, pra anualen, vjetore, pra një vit më tepër. Por ne duhet kuptojmë që neve po festojmë ringjallje. Edhe ky është gëzimi më i madh që ne si njerëz mund të kemi ndonjëherë. Sepse neve dim që çdo gjë këtu në tokë është e përkohshme. Një takim që ne si njerëz nuk mund ta anullojmë dot, nuk besoj që edhe nuk mund ta shtojmë dot se Zoti i di ditët tona, është takimi me vdekjen. Edhe pse neve kemi shumë frikë, edhe pse neve përpiqemi që të largohemi sa më shumë, aty e ke biletën e prerë. Perëndia ynë dëshiron për ne që ne të kemi një marrëdhënie me Perëndin të përjetshëm. Imagjinoni, Perëndia di dhe qimet e kokës, flokët ton, i ka të numëruara. Të mia, të juaja, të gjithë botës. Pra, jo në gjë tjetër, le mos mendojmë gjëra të tjera domethënë, por edhe flokët tanë, edhe fijet tona të flokut i ka të numëruara, i ka të llogaritura, i ka të shnuara. E si mund të mendojmë ne që jetët tona nuk paskan vlerë përpara Perëndisë? Do ta mbyllim të mësim duke patur parasysh këto 3 gjëra. Të marrim Jezusin në jetën tonë. Veprat e Apostujve 2:38, pagëzohemi në emër të Atit, Birit të Frymës së Shenjtë. Ta duam Perëndin me gjithë zemrën tonë, me gjithë mendjen tonë, me gjithë shpirtin tonë. Romakët kapitulli 12 vargjet 1 dhe 2, ta afrojmë veten tonë si një sakrificë të gjatë, duke jetuar për të. Neve duhet të dimë dhe ta kuptojmë që gjëja më me vlerë kjo është. Imagjinoni, neve themi kemi gjën tonë, ëh? Për shembull telefonin, shtëpinë, ku do di unë, makinën. Por po ty hym një analizë shumë të thjeshtë, ku i gjetën këto materiale për të ndërtuar këtë që neve kemi? Te krijimi i Perëndisë, tek universi. Kush na e dha neve mendjen për të krijuar këto gjëra? Perëndia. Psalmi 139 vargu 14 na thot: Perëndia na ka krijuar në një mënyrë të mrekullueshme, gjithë secilin prej nesh. Edhe do ta mbyllim me Galatasit, kapitulli 5 vargu 22. Perëndia dëshiron për ne që neve dim të kemi frutin e frymës, që është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetëkontrolli. Kjo është çfarë Perëndia dëshiron për ne. Të gjitha gjërat e tjera janë kalimtare, të gjitha gjërat e tjera shkojnë edhe vijnë. Po pikërisht për këto gjëra që shkojnë edhe vijnë, ne çuditërisht shqetësohemi akoma më shumë. Por ajo çfarë neve duhet të shqetësohemi është pikërisht marrëdhënia jonë me Perëndin. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush. Zoti bekoft.